Vendi ynë vijon të mos gjej paqe në luftën me flakët, edhe pse gjatë 24 orëve të fundit, nga 25 vatra zjarri të raportuara, 5 vatra mbeten aktive dhe një zonë është në monitorim. Në Mallakastër, pas disa ditësh operacione intensive, zjarret janë shuar plotësisht, por në drenie të Patosit është evidentuar një riaktivizim në thellësi të pyllit dhe strukturat operacionale po vijojnë punën. Në Kruj, vijon angazhimi forcave në lagjen Abaz dhe në zonën Krast Halil, pas riaktivizimit të flakëve një ditë më parë. Në Abaz, pavarësisht përhapjes së favorizuar nga era, aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në Krast Halil, në orët e para të mëngjesit u angazhuan 2 helikopterë të forcës ajrore, të cilët ndërhyn për të frenuar përhapjen e zjarrit dhe për të mbështetur forcat operacionale në terren. Pas ndërhyrjes nga ajri, situata u normalizua dhe puna vijon për kontrollin dhe shuarjen e plot të vatrës. Në 2 vatrat e Krujës janë angazhuar në total 4 helikopterë të forcës ajrore. Po ashtu, kurora e gjelbër e qytetit të Pukës është rrezikuar seriozisht mëngjesin e kësaj të martë, pasi një vatër zjarri përfshiu një pjesë të sipërfaqes së pyllëzuar. Dyshimet e para janë se zjarri mund të jetë shkaktuar qëllimisht, ndërsa përballë flakëve kanë ndërhyrë menjëherë shërbimet zjarfikëse të Pukës, të ndihmuara edhe nga banorët e lagjes Laçaj. Ndërhyrja e shpejtë bëri të mundur vënien nën kontroll të flakëve, duke shmangur përhapjen e tyre dhe marrjen e përmasave më të mëdha. Në Priskë e Madhe në Tiranë vijon puna për vënien nën kontroll të vatrës, por nuk ka rrezik për zonat e banuara, ndërsa Dajti vijon të mbahet në monitorim.